Ju përshëndes të gjithëve, do të jemi së bashku në këtë edicion informativ me mua Ernila Luzi. Rrugët rurale janë mundësia më e mirë për një zhvillim të integruar në ekonominë e fshatrave tona. Në një inspektim në Vlorë, kryeministri Edi Rama dhe ministri i mbrojtjes Piro Vengu theksuan se janë këto akse që hapin perspektivë të re zhvillimi. Kryeministri Rama së bashku me ministrin e mbrojtjes Piro Vengu inspektuan rrugën Bunavi-Kërkov në qarkun e Vlorës, e cila ka hyrë në fazën e dytë të ndërtimit të saj për të hapur një perspektivë të re zhvillimi për 7 fshatra të njësive Qendër dhe Llakatund. Ministri i mbrojtjes Piro Vengu theksoi se ky investim i shërben edhe bazës ushtarake të Bunavis, që do të ketë rreth 500 ushtarak dhe personel mbështetës. Kjo është baza, kjo është qendra e formimit profesional dhe shkollat e formimit të muajve të parë të gjithë ushtarakëve, baza e famshme e Bunavis, të cilës do i bashkohen kryeministër edhe një brigadë emergjencave civile që do jetë dedikuar për qarkun e Vlorës, ishte vetëm në qark që nuk ishte brigadë emergjencave civile. Dhe praktikisht në këtë bazë do jenë në mënyrë permanente 500 ushtarakë dhe personel mbështetës. Nga ana tjetër, kryeministri Rama u shpreh se do të bëhen ndërhyrjet e nevojshme për përmirësimin e infrastrukturës së godinave, duke i bërë me kushte cilësore e optimale. Mirë të bëjmë ndërhyrje, duhet ta përmirësojmë cilësinë këtu, po bëjmë gjithë atë punë me konvikte dhe shkolla personale që do bëhen konvikte europiane që kush çon fëmijën, sidomos nga fshatrat në shkollë profesionale, ta ketë me kushtet më të mira. Tani po bëjmë ato të tjera të ndërë, tani këtu u vinë ushtarakët për muajt e parë, do t'i bëjmë kushtet optimale tani. Kë kemi mundësi, bëjmë investim, t'i përmirësojmë të godina, t'i bashkëpunojmë dhe me fondin, t'i veshim me sistemin e kursimit e energjisë. Aksi Bunavi-Kërkov do të krijojë një perspektivë të re zhvillimi për 7 fshatra të njësive Qendër dhe Llakatund. A është Shqipëria një vend i pasur në ar? Sipas Bankës së Shqipërisë, në arkën e saj ka rreth 3.38 ton ar. Bazuar mbi këtë të dhënë, në shifrat e analizuara nga Scanintel, rezulton se vendi ynë është ndër të fundit në Europë sa i përket rezervës valutore në ar. Të dhënat zyrtare nga Banka e Shqipërisë të përfshira në raportin vjetor për vitin 2023 tregojnë se totali i rezervës valutore në vendin tonë në fund të vitit 2023 arriti në 5.8 miliard euro. Në këtë rezervë valutore përfshihet edhe ari monetar. Gjithsesi, deri në fund të vitit kaluar në arkën e Bankës së Shqipërisë gjendeshin 3.38 ton ar. Por sa e madhe është kjo rezervë krahasuar me vendet e tjera? Ndërkohë, nisur nga të dhënat e Bordit Botror të Arit në dhjetor të vitit 2024, Shqipëria kishte 3.42 ton ar. Shifrat e analizuara nga Scanintel tregojnë se Shqipëria është ndër vendet e fundit në Europë për sa i përket rezervës valutore. Sipas shifrave, Slovenia, Luksemburgu, Islanda, Bosnjë-Hercegovina, Estonia dhe Malta vlerësohen të kenë rezerva valutore në ar më të vogla se Shqipëria. Për Serbinë, ndërkohë rezerva në ar fiksohet në rreth 48 ton, për Maqedoninë e Veriut në 6.9 ton, ndërsa për Bosnjë-Hercegovinën në rreth 1.5 ton. Ndërkohë, krahasuar me popullsinë sipas censit të vitit 2023, 3.38 ton rezervë valutore përkthehet në rreth 1.4 gram për frym. Por sa është ky raport me vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor? Në Serbi ky raport rezulton në gati 7 gram ar për frym. Raporti i arit për frym në Maqedoninë e Veriut rezulton në 3.7 gram, ndërsa në Bosnjë-Hercegovinë vlera shumë e ulët në vetëm 0.47 gram për frym. Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbajnë vendin e parë në nivel global me rezervat valutore në ar që fiksohen në rreth 8.133 ton. Gjermania ndërkohë është e para në Europë dhe e dyta në botë me rreth 3.352 ton ar në bankën e saj qendrore. Më pas ndjekin Italia, Franca, Rusia dhe Zvicra që mbyllin 5 vendet e para në listë. Qeveria britanike po shërton mundësinë e dërgimit në Shqipëri të gjithë azilkërkuesve të cilëve u janë refuzuar kërkesat. Sipas mediave britanike, plani është ende në fazë të hershme, ndërsa pjesë e tij pritet të jetë Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Qeveria britanike po konsideron që të gjithë ato persona të cilëve u është refuzuar kërkesa për azil në Mbretërinë e Bashkuar, të dërgojnë në qendra të veçanta që do të ndërtohen në Shqipëri. Zyrtarët britanik po diskutojnë krijimin e qendrave të kthimit jashtë vendit për të strehuar azil kërkuesit, të cilëve u janë refuzuar kërkesat dhe të gjitha apelimet janë ezauruar. Propozimet të cilat janë ende në një fazë shumë të hershme, sipas një burimi qeveritar, do të përfshinin pagesa ndaj vendeve pritëse për çdo person të larguar nga Mbretëria e Bashkuar.
Media britanike BBC shkruan se qendrat e shtetit do t'i mundësonin qeverisë të largojë azilkërkuesit që janë refuzuar kërkesat dhe që vijnë nga vende që konsiderohen të pasigurta për ta për të kthyer, si Irani dhe Somalia. Në fillim të këtij muaji, Komisioni Evropian paraqiti një propozim që shtetet anëtare të BE-s të përdorin qendrat e kthimit si një zgjidhje inovative për menaxhimin e migracionit. Ai tha se familjet me fëmijë dhe fëmijët e pashoqëruar do të përjashtoheshin nga skema. Çdo skemë qendrës së kthimit do të kërkonte zyrtarëve të lidhnin marrëveshje me vendet që strehojnë azilkërkuesit. Propozimet aktuale janë të fokusuara në vendet e Ballkanit Perëndimor, duke përfshirë Shqipërinë, Serbinë dhe Bosnjë-Hercegovinën. Laboristët besojnë se skema mund të kursejë para duke përshpejtuar procesin e zhvendosjes dhe duke rritur numrin e azilkërkuesve të përfshirë në këtë skemë. Zyrtarët besojnë se mund të ndihmojë gjithashtu në zbutjen e presionit mbi buxhetet e autoriteteve vendore nga azilkërkuesit e pastre, të cilëve u është refuzuar kërkesa për azil dhe të cilët ata janë të detyruar ligjërisht t'i mbështesin. Megjithatë, çdo skemë që përfshin qendrat e shtetit për emigrantët ka të ngjarë të përballet me sfida ligjore, si dhe kundërshtime nga organizatat e refugjatëve. BBC përmend gjithashtu rastin e Italisë me ndërtimin e 2 qendrave për pritjen e emigrantëve të paligjshëm në Shëngjin dhe Gjadër të Shqipërisë. Italia ka kërkuar të përpunojë kërkesat e emigrantëve në këto 2 qendra para burgimi, por është bllokuar nga gjykatat italiane. Një burim qeveritar britanik tha se çështja ishte një sfidë e përbashkët në të gjithë botën, dhe ne gjithmonë kemi thënë se ky problem ndërkombëtar ka nevojë për një zgjidhje ndërkombëtare. Enver Solomon, i Këshillit të Refugjatëve, kritikoi propozimin e qeverisë duke theksuar se puna e tyre me njerëzit dhe mbështetja për të kthyer në vendet nga kanë ardhur është shumë më e suksesshme se sa dërgimi i tyre diku si Shqipëria, ku ata do të mbahen në kushte të pashmangshme të ngjashme me burgun. Në këto momente do të ndjekim drejt për së drejti inspektimin e kryeministrit Edi Rama në qytetin bregdetar Sarand. Edhe 2 soleta. Një solet kjo dhe një solet tjetër. Bëhet gati që shumë. Inshallah. Këtu jemi në një tjetër kantier, në qytetin e Sarandës, që është pjesë e rrugës Skënderbej, që është bërë trajtuar në konceptin e pedonales, por mbylla ka dalë një spektakël. Ajo ka dalë një spektakël. Pak me kuruar fasadat, me një ndriçim të varur në mes. Isha para 3 javësh si turist. Po, goxha më mirë duhet Saranda në këto pjesë pak të ndërhyrje s'u ka marrë frym, është shliruar, ha? Po, ishte të gosh me Saranda. Është shliruar. Është projekti i rehabilitimit të rrugës Skënderbej, i cili ka qenë një ndërhyrje integruar me gjithë infrastrukturën nëntoksore, më pas trajtimi i rrugës një rrugë këmbësore me pllaka guri, trajtimi i fasadave, ndriçimi publik, duke i dhënë një fizionomi komplet tjetër, nga një rrugë që ishte rrugë trafiku dhe që shumë pranë bregut të detit, por që nuk kishte vlerën e durë, ka kthyer praktikisht në një pedonale dhe një pjesë të ofertës turistike në mënyrë të padiskutueshme. Gjatë rrugës trajtohen edhe një sër sheshesh, të cilat janë të riformatuar, pjesë e këtij projekti, së bashku me vazhdimin e rrugës Mithat Hoxha, që janë trajtuar trotuarët e saj me të njëjtën patrën, me rrugë me pllaka, edhe ka qenë si pandriçim, si një gjë në dalje të qytetit, tani është kthyer në një këmbësor, në pedonale, ku gjithë turistët janë gjatë. Mirje. Alternativa e dytë për turistët që është e domosdoshme në qytet, sepse qyteti është pak i mërkurë. Kështu që kjo është ndoshta rruga më perfekte për punë. Objektet janë të vjetra, të rikonceptuara. Atje do të ishin edhe kablë të cilat pasi të kemi ngjitur gjithë këto kompanitë në tokë, sepse ja bëri rrjetin infrastrukturor. Edhe kjo e bardha e pisët i shkon kjo fasade. Po është si lagje e vjetër kjo. Ka karakteristika një zone gjysë historike. Pastruar fasadat e gurëve, pastruar dhe trajtuar. Sa ko i këto, lidhin edhe drita dhe vogla. Që duke si hyje natën. Natën e bën gjatë verës nga ato dritat.
Këtu janë trajtuar gjitha detajt kondicioneret që është bërë kjo veshja për të. Kjo do duhet të kjo e kondicionere. Sa vullu. Kjo në qimin e kanë mes? Natën kjo është një spektakl. Një spektakl. Në sa vullu del për t'i vëzhë të gjira në vullu. Sa gjatë? Kjo është rreth Kjo vazhdon, në fakt, është rreth 650 metra. 650 metra deri tek sheshi, deri te bashkia. Ndërkohë që vazhdon tutje dhe pastaj ke rrugën në Mitat Hoxha që është 2.7 kilometra. Ja se si fillon tani marrin vlerë, marrin jetë. Këtu është përsërimi shërimi i asaj gjë se si një investim publik kthehet herë tre në investime në privat, por dhe në vlerë prone. Ndërkohë tani është kthyer komplet në zonë prime. Si e vlla? Qa bëhet, mirë? Mirë janë rregull e që? Oferta turistike është vetëm Buzdetit. Tani ka hyrë në qytet oferta turistike. Si e vlla? Mirë. Si jeni? Tu është trajtuar sheshi, është trajtuar dhe parku, i lëra, të fëmijë. Parku bënë aty? Po, aty bënë. Sa burë? Ndoshëm drejt përse drejti inspektimin e kryeministrit Edi Rama në qytetin bregdetar Sarandë, në ndërkohë do të vijojmë të tjera informacione. Zyrtarisht emigrantët shqiptarë në Itali kanë përfituar përfundimisht drejtën e pensionit. Në fletoren zyrtare të shtetit italian është zbatuar marrëveshja për njohjen reciproke të pensioneve mes qeverisë shqiptare dhe asaj italiane. Sipas specifikimit në ligj, marrëveshja pritet të hyjë në fuqi më datën 1 maj. Marrëveshja për njohjen reciproke të pensioneve midis Shqipërisë dhe Italisë është botuar të premte në fletoren zyrtare të shtetit italian, duke i hapur rrugën zbatimit të saj. Sipas specifikimeve në ligj, marrëveshja do të hyjë në fuqi në ditën e parë të muajit të dytë pas botimit në fletoren zyrtare, që do të thotë se zbatimi do të nisë nga data 1 maj e këtij viti. Botimi në fletoren zyrtare paralajmëroi të premte në studion e televizionit Skan presidenti i shoqatës Diaspora 9119 Esad Balla. 2-3 ditë përpara pritesh që të dilte në gazetën zyrtare, kemi telefonuar në gazetën zyrtare, në thënë që përpara se të vike ne, do dhe me njerë sa e firmosi presidenti Mattarella në Itali, zakonisht për 2-3 ditë del. Nuk ishte dalë akoma, i morëm në telefon, në thënë që duhet shkoj përpara tek Ministria e Drejtësisë. Kemi marrë në telefon Ministrinë e Drejtësisë, në thënë që ja kemi nisur sot. Kështu që si mas informacionet të fundit, sot presim që të dalin në gazetën zyrtare. Si mas akordi që ka bërë dy komisionet, 2 shtetet, të 2 institutet, ISSH-ja dhe Instituti dhe IMSI i Italisë, do të shkëmbejnë dokumentat me njëri tjetrin dhe në ditën e parë të muajit të dytë, ky akord hyn në fuqi dhe shqiptarët të fillojnë të marrin. Që i bjen në 1 maj të këtij viti. Dita e parë e muajit dytë pas Dita e parë të muajit dytë, po. Me këtë marrëveshje, personat që janë në prag pensionit duhet të aplikojnë pranë Institutit të Sigurimeve Shoqërore në Itali ose në Shqipëri, duke bërë të mundur marrjen e 2 pensioneve sipas kontributeve që kanë derdhur. Sipas artikullit të 3 të marrëveshjes, publikuar tashmë edhe në fletoren zyrtare, buxheti vënë dispozicion nga qeveria italiane për këtë vit është rreth 12 milion euro, ndërsa përfitues janë mbi 1380 persona. Për vitin 2024 kanë qenë 1246 përfitues, 2025 1387 dhe kështu me radhë. 10.5 milion në 2026, 10 në 2027, 12 milion në 2028 dhe 20.3 milion në 2032, kështu me radhë.
Marrëveshja për njohjen e periudhave kontributive mes Shqipërisë dhe Italisë u jep mundësinë shqiptarëve që jetojnë dhe punojnë në Itali dhe italianëve që jetojnë dhe punojnë në Shqipëri që të trajtohen me pension në dyja vendet njëkohësisht. Përmirësimi i treguesve është një sfidë më vete për shoqëritë e ujësjellësve. Së fundi ata po punojnë për të ulur kostot duke rritur eficiencën e energjisë. Kronika në vijim sjell në shifra përmirësimet më të fundit në këtë drejtim. Shoqëritë e ujësjellësve kanë përmirësuar lehtë treguesin e eficiencës së energjisë, duke ulur kostot e furnizimit me ujë. Sipas të dhënave zyrtare nga enti regulatori i ujit, gjatë vitit 2024 ky tregues rezultoi në 0.58 kWh për metër kub, nga 0.65 kWh për metër kub, që ishte një vit më parë. Sipas ERU-s, përmirësimi i treguesit ka ardhur nga ulja e konsumit me rreth 5 milion kWh, pas investimeve të reja në pompa si dhe rënjes së volumit të ujit të prodhuar me ngritje mekanike. Po ashtu në disa raste, përmirësimi ka ardhur si rezultat i rakordimeve të bëra nga shoqëritë ujësjellës Kanalizime me operatorin e shpërndarjes së energjisë elektrike për fatura të pasakta. Kostot e energjisë janë një shqetësim për shoqëritë e ujësjellës Kanalizime, që lindin si pasojë e humbjeve fizike, por edhe cilësisë së pompave të përdorura prej tyre. Për pasojë shumë prej kompanive përballen me fatura të larta dhe të papërballueshme për financat e tyre, duke akumuluar borxhe ndaj OSHE-s. Ndërkaq dhe rezoluta e vitit 2024 i linte detyrë entit regulator të ujit t'u kërkonte ujësjellësve të bënin një studim mbi eficiencën e energjisë në sistemet e furnizimit me ujë, duke u fokusuar në përdorimin e burimeve alternative të rinovueshme nga këto shoqëri. Në këtë kuadër ERU raporton se energjia edhe për vitin 2024 mbeti zëri i dytë i kostove të operimit dhe mirëmbajtjes pas atyre të punës. Ndaj sipas entit në mënyrë të vazhdueshme i është kushtuar vëmendje e veçantë këtij zëri të kostos, duke e analizuar në detaje, sidomos në momentin kur shoqëritë e ujësjellësit aplikojnë për nivel të ri tarifor. Në këtë kontekst, ERU jep dhe rekomandimet përkatëse për secilën shoqëri ujësjellës Kanalizime individuale mbi masat e nevojshme që duhen ndërmarrë prej tyre për përmirësimin e eficiencës së energjisë, duke konsideruar dhe burimet alternative të saj, bën me dije enti. Sipas të dhënave të Ministrisë së Bujqësisë, eksportet shqiptare të prodhimeve bujqësore në shkurt janë rritur me 18%. Sipas ministres Denaj, prodhimet tona po bëhen gjithnjë e më konkurruese në tregjet e huaja. Vijon trendi pozitiv i eksportit të frutave dhe perimeve made in Albania në tregjet të huaja. Ministra e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural Anila Denaj bëri me dije se eksportet bujqësore gjatë muajit shkurt shënuan 18% rritje në sasi dhe 15% rritje në vlerë krahasuar me një vit më parë. Produktet bujqësore made in Albania po rrisin praninë e tyre në mënyrë të qëndrueshme drejt tregjeve të huaja. Rritja e eksporteve të produkteve shqiptare tregon një pasqyrë të qartë të rritjes së cilësisë dhe fuqizimit të fermerëve në vend. Gjithashtu, rritja e qëndrueshme e produkteve bujqësore reflekton punën dhe mundjen e fermerëve shqiptar për njohjen e markës në tregjet ndërkombëtare, duke përmirësuar në mënyrë cilësore produktet me të cilat konkurrojnë në tregjet ndërkombëtare. Klima e favorshme dhe mundësia për mbulimin e tregjeve rajonale me potenciale të pashfrytëzuara e bën Shqipërinë një vend me potencial premtues në disa sektorë dhe veçanërisht në bujqësi. Ndërkohë, në totalin e eksporteve, ato që udhëheqin dhe që kanë kërkesën më të lartë nga konsumatorët të huaj janë fruta perimet e freskëta shqiptare. Objektivi i qeverisë është që përmes politikave mbështetëse për fermerët në drejtim të prodhimit, cilësisë dhe certifikimit të arrihet në nivelin e $1 miliard eksporte deri në vitin 2030. Referuar raportit të Inspektoratit Shtetëror të Punës në vitin 2024, punësimi informal u rrit me 27%, por sa masa administrative u vendosën. Detajet na i sjell kronika në vijim. Pavarësisht se qeveria shqiptare ka bërë fushata kundër informalitetit dhe deklarimeve të pagave të punonjësve, përsëri, puna informale mbetet prezente në shifra të konsiderueshme edhe në vitin 2024, referuar raportit të Inspektoratit Shtetëror të Punës. Vlen të theksohet se duke krahasuar me vitin 2023, vihet re një rritje e numrit të punëmarrësve informal të konstatuar gjatë procesit të inspektimit me rreth 27%. E kësaj, referuar të dhënave statistikore në lidhje me elementet e informalitetit, konstatohet se nga 1347 punëmarrës,
ose 52% e punëmarrësve informal të konstatuar janë punëmarrës të subjekteve që janë inspektuar mbi bazë programimi apo planifikimi inspektimi. Nga ana tjetër, 839 punëmarrës ose 26% janë informal të konstatuar në inspektime tematike, ndërsa 414 punëmarrës ose 16% e punëmarrësve informal të konstatuar janë punëmarrës të subjekteve që janë inspektuar jashtë programimit, por cilat janë masat administrative që janë vendosur gjatë 2024 për subjektet, sipas shifrave të raportit. Në total, vitin që lam pas janë vendosur 3433 masa administrative, që përfaqësojnë rreth 35% të subjekteve të inspektuara, si rrjedhoje e evidentimit të shkeljeve të ndryshme të ligjit të punës, për të cilat është ndërhyrë me masat e nevojshme për të i korrigjuar ato. Masa administrative janë vendosur për shkelje të rregullave të sigurisë në punë, orëve të punës, pagave e të tjerë. Sipas të dhënave nga Data Report, në Shqipëri numërohen rreth 4 milion telefona celular në përdorim, ndërsa rrjeti social me më shumë përdorues në vend është TikTok me 1.4 milion të tillë. Në Shqipëri, telefonat janë më shumë se vetë njerëzit. Me 2.4 milion banor dhe gati 4 milion celular aktiv, lidhja digjitale duket se përfiton terren mbi gjithçka tjetër. Mesatarisht çdo shqiptar ka 1.65 telefona, sipas të dhënave nga faqja Data Report në raportin e saj më të fundit për vendin tonë. Raporti përfshin edhe statistika mbi përdorimin e rrjeteve sociale në Shqipëri, në një kohë kur qeveria ka miratuar një vendim për mbylljen e TikTok për një periudhë 12 mujore. Gjatë kësaj kohe do të krijohet mundësia për vendosjen e filtrave mbi përmbajtjen e rrjetit. Megjithëse TikTok u bë i njohur në Shqipëri dhe në rajon në fillim të pandemisë, aktualisht ai numëron rreth 1.4 milion përdorues në vend, të cilët për disa ditë nuk do të kenë më akses në platformën për të paktën një vit. Ndërkohë, rrjetet e tjera sociale si Facebook dhe Instagram kanë secila nga 1.2 milion përdorues në Shqipëri, afër 200.000 më pak se TikTok, megjithëse kanë dominuar tregun digjital që për vitin 2009. Sa i përket platformës që deri para 2 vitesh njeh si Twitter dhe që sot mban emrin X pas blerjes nga miliarderi Elon Musk, ajo numëron rreth 200.000 përdorues në Shqipëri, duke qenë rrjeti social me më pak përdorues në vend, sipas të dhënave nga Data Report. Banorët e Parisit votuan në një referendum për të shndërruar 500 rrugë të tjera në pedonale. Kjo mas synon të reduktoj përdorimin e makinave dhe të përmirësoj cilësinë e ajrit në kryeqytet. Banorët e Parisit votuan në një referendum për shndërrimin e 500 rrugëve të tjera të qytetit në pedonale. Kjo lëvizje u jep një vrull të ri përpjekjeve të bashkisë së kryeqytetit francez për të frenuar përdorimin e makinave dhe për të përmirësuar cilësinë e ajrit. Rreth 65.96% e qytetarëve votuan pro vendimet, ndërsa 34.04% e kundërshtuan atë sipas rezultateve zyrtare. Vetëm 4.06% e votuesve morën pjesë në konsultimin organizuar nga bashkia. Ky ishte referendumi i tretë i tillë në Paris në po kaq vite, pas një votimi të vitit 2023 që miratoi ndalimin e skuterëve elektronik dhe një vendimi vitin e kaluar për të trefishuar tarifat e parkimit për automjetet e mëdha sportive. Projekti do të eliminojë 10.000 vende të tjera të parkimit në Paris, duke ushtuar 10.000 të hequra që nga viti 2020. 2 milion banorët e qytetit do të konsultohen se cilat rrugë do të bëhen zona për këmbësorët dhe cilat kopshte. Të dhënat e Bashkisë së Parisit tregojnë se trafiku i makinave në qytet është përgjysmuar që kur socialistët morën pushtetin në kryeqytet në fund të shekullit. 500 rrugë shtesë pa makina do të çojnë numrin total në rreth 700 të tilla, pak më shumë se 1/10 e rrugëve të kryeqytetit. Pavarësisht ndryshimeve të fundit, Parisi mbetet pas kryeqyteteve të tjera evropiane për sa i përket infrastrukturës së gjelbër, që përfshin kopshte private, parqe, rrugë me pemë. Këto zona përbëjnë vetëm 26% të sipërfaqes së qytetit, kundrejt një mesatare të kryeqyteteve evropiane për 41% sipas Agjencisë Evropiane të Mjedisit. Megjithatë, që nga viti 2020 janë krijuar 84 kilometra korsi bicikletash dhe përdorimi i tyre u rriti me 71% midis periudhës së Covid-19 dhe vitit 2023, tregojnë të dhënat. Votuesit që ishin kundër propozimit thanë se vetëm ai do të përkeqësonte trafikun e makinave, pasi shumë rrugë do të mbylleshin dhe ridrejtimi i automjeteve nuk do të pakësonte ndotjen. Sipas raportit të fundit, 1 në 5 njerëz ndikohet nga ndryshimet klimatike globale. Të dhënat tregojnë se 1.8 miliard individ përballen çdo ditë me temperatura ekstreme që shtojnë rrezikun për shëndetin.
Efektet e ndryshimeve klimatike të shkaktuara nga njeriu sipas një raporti të botuar së fundmi po ndjen nga 1 në 5 njerëz në mbar botën. Raporti i publikuar nga Climate Central, një organizatë e pavarur shkencore, zbuloi se të paktën 1.8 miliard njerëz apo 22% e popullsisë globale nga dhjetori i vitit 2024 deri në shkurt të vitit 2025, përbaleshin çdo ditë me temperatura të ndikuara ndjeshëm nga ndryshimet e klimës. Gjatë 3 muajve të fundit, ndryshimi i klimës i shkaktuar nga njeriu, kryesisht nga djegja e qymyrit, naftës dhe gazit metan, shkaktojnë nxehtësi ekstreme të përhapur në shumicën e rajoneve. Në të njëjtën periudhë, pothuajse 394 milion njerëz u përballën 30 ditë ose më shumë me një vapë të rrezikshme të intensifikuar nga ndryshimet klimatike, me 74% të tyre që banojnë në Afrikë. Ditët e vapës së rrezikshme përkufizohen si ditë me temperatura që të i kalon 90% të niveleve të zakonshme lokale nga viti 1991 deri në vitin 2020, faktori i cili rriti rrezikun e problemeve shëndetësore të lidhura me nxehtësinë. Sipas ulumtimit, ekspozimi më i lartë global ndodhi më 28 shkurt, kur 3 miliard njerëz apo 38% e popullsisë përjetuan temperatura të tilla. Meta do të prezantoj asistentin e ri të inteligjencës artificiale në Evropë me 6 gjuhë. Risia teknologjike hyn më në fund në tregun evropian pas problemeve me sistemi rregullator të Bashkimit Evropian. Giganti amerikan i teknologjisë Meta njoftoi se do të prezantojë asistencin e inteligjencës artificiale në të gjithë Bashkimin Evropian, pavarësisht problemeve rregullatore në të gjithë Evropën. U desh më shumë kohë nga sa do të donin për të sjellë teknologjinë tonë në duart e njerëzve në Evropë, ndërsa ne vazhdojmë të lundrojmë në sistemin e saj të ndërlikuar rregullator. Por jemi të lumtur që më në fund jemi këtu, tha Meta në një postim. Meta AI doli në SBA në shtator 2023 e më pas në Indinë qershor 2024 dhe në Mbretërinë e Bashkuar në tetor. Plani i saj për të vazhduar zërimin në Evropë u ndal verën e kaluar për shkak të paparashikueshmërisë rregullatore. Kompania ndërpreu nisjen e asistentit të inteligjencës artificiale në Evropë pasi Komisioni Irlandez i Mbrojtjes së të Dhënave i tha Metas të mos përdorte të dhënat e përdoruesve të rritur të Facebook dhe Instagram për të trajnuar modele të mëdha gjuhësore. Meta njoftoi se gjatë javëve të ardhshme do të marrë hapin e parë për ta bërë chatbotin Meta AI të disponueshëm në 6 gjuhë evropiane: anglisht, frëngjisht, italisht, spanjisht, portugalisht dhe gjermanisht, me synimin për të zgjeruar ofertën tonë në kalimin e kohës. Meta AI do të jetë i disponueshëm në Facebook, Instagram, WhatsApp dhe Messenger. AI do t'i lejojë përdoruesit për shembull të bëjnë një pyetje në bisedat e grupit WhatsApp ose të zbulojnë përmbajtje që është e rëndësishme për interesat e tyre. Në total, mjeti do të fillojë të përhapet në 41 vende evropiane, përfshirë ato në Bashkimin Evropian si dhe 21 territore të tjera, tha kompania. Muajin e kaluar, burime zyrtare të gigantit teknologjik kritikuan veprimet rregullatore të Evropës kundër kompanive amerikane. Ato theksuan se ndërkohë që po shpaloset një revolucion global i inteligjencës artificiale, është rëndësishme të nxitet konkurrueshmëria dhe rritja ekonomike për të hapur inovacionin dhe bashkëpunimin transatlantik, dhe që Evropa të kërkojë një bashkëpunim më të fortë me SBA-n dhe kompaninë e saj. Në janar, CEO Mark Zuckerberg foli për rezultatin e zgjedhjeve në SBA, duke thënë se Meta do të punonte me presidentin e ardhshëm të SBA-s Donald Trump për të kundërshtuar vende që po përpiqen të frenojnë platformat e mediave sociale. Kryeministri i ri kanadez Mark Carney shpalli mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme më 28 prill, duke kërkuar një mandat të fortë për të përballur me kërcënimet e administratës Trump. Ai theksoi se nuk do të lejojë që SBA-ja të shkelë sovranitetin e Kanadas. Kryeministri i ri kanadez Mark Carney njoftoi mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme më 28 prill, duke thënë se atij duhej një mandat i fortë për të përballur me kërcënimin e paraqitur nga presidenti i SBA-s Donald Trump. Komentet treguan situatën në të cilën ndodhen marrëdhëniet midis SBA-s dhe Kanadas, dy aleat të vjetër dhe partner kryesor tregtar. Ato janë përkeqësuar që kur Trump vendosi tarife ndaj Kanadas dhe kërcënoi ta aneksojë atë si shtetin e 51 amerikan. Edhe pse zgjedhjet e ardhshme nuk priteshin deri më 20 Carney shpreson të përfitojnë nga një rikëmbje e jashtëzakonshme e partisë së tij liberale në sondazhet që nga janari, kur Trump filloi të kërcënonte Kanadan dhe ish-kryeministri Justin Trudeau njoftoi dorëheqjen e tij. Pasi u betua si kryeministër më 14 mars, Carney tha se mund të punonte dhe të respektonte Trump. Megjithatë, kohët e fundit ai mori një qasje më luftarake. Ne po përballemi me krizën më të rëndësishme të jetës sonë për shkak të veprimeve të pajustifikuara tregtare të presidentit Trump dhe kërcënimeve të tij ndaj sovranitetit ton, u tha Carney
qytetarëve, pasi guvernatori i përgjithshëm miratoi kërkesën e tij për zgjedhje të reja. Përgjigjja jon duhet të jetë të ndërtojmë një ekonomi të fortë dhe një Kanada më të sigurt. Presidenti Trump pretendon se Kanadaja nuk është një shtet më vete. Ai dëshiron të na thyejë në mënyrë që Amerika të mund të na zotërojë. Ne nuk do të lejojmë që kjo të ndodhë, u shpreh ai. Trump më 6 mars vonoi një tarifë të gjerë për 25% për disa mallra kanadeze për 30 ditë. Që të hira i ka vendosur taksa për importet e çelikut dhe aluminit dhe ka kërcënuar me detyrime reciproke për mallrat shtesë, duke përfshirë qumështin dhe lëndën ndrysore kanadeze që do të hyjnë në fuqi më 2 prill. Kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ. Për më tepër informacione mund të klikoni në faqen tonë të internetit skandv.al, ku mund të gjeni gjithçka mbi ekonominë, bankat, sigurimet, tregjet financiare e të tjerë. Gjithashtu mund të na ndiqni edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, YouTube dhe LinkedIn. Faleminderit për vëmendjen, mirupafshim.